Në 63 vjetorin e Teatrit Petro Marko të Vlorës, bashkia ka nderuar me titullin Mirënjohje qytetit 6 personalitete, të cilët kanë kontribuar ndër vite për teatrin e Vlorës. Ata janë vlerësuar për pjesëmarrjen dhe vlerat e përcjella në veprimtarinë e jetës artistike dhe kulturore të qytetit. Emri i tyre ka shtuar gëzimin, por edhe ka mbushur kohën më të bukur të qytetarëve të Vlorës. Mirënjohjen e parë si kryetare e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, ja ka dhënë skenografit të mirënjohur Bashkim Zahaj. Bashkia e Vlorës nderoi me titull Mirënjohje qytetit edhe disa personalitete të tjera, aktore, skenograf, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre për teatrin Petro Marko, si Agron Jakupi, Ervehe Veizi, Afërdita Tushen, Ferdinand Hysin dhe Armand Boron. Titujt u dhanë nga deputeti Vullnet Sinaj dhe ish deputetja Vilma Bello. Regjizori i teatrit Petro Marko të Vlorës, Roland Minga, thotë se teatri, përveç dëfrimit, ka për qëllim të përcjellë dhe mesazhin që duhet të marrin spektatorët. Ajo çfarë ka zhvendosur në rëndësi, repertorit e këtyre viteve mendoj se ka qenë gjetje një raporti të drejtë, midis asaj se çfarë përpikët dhe përcjellte më mirë spektatori i qytetit të Vlorës se në gjë. Nuk harron, për asnjë çast se teatri është paralelës i një lidhje të qytetarisë, përveç dëfrimit. Pra i kemi kushtuar rëndësi mesazhit që ata duhet i merrin para spektatorëve. Një element shumë të rëndësishëm do të quajë skenografinë që për mua është ana tjetër e medaljes së regjisorit, duke kthyer këtë gjeni teatrore jo thjesht arkitekturë, por shprehje të mendimit të figurshëm të regjisorit. Me hapjen e së pari, spektatori nuk kupton se për çfarë do i fjalë. Aktorët e teatrit Petro Marko, që sot nuk janë në sken, por edhe ata që punojnë ende në këtë institucion, kanë përshëndetur duke sjellë kujtimet e tyre. Një partizan, një me që janë në Liza, aty dhe që do dhe në shtatit pak sharat të gjëra të janë në vija uj. Dhe të vajtë në fshat, drejtori shkollës të narasës shkollës, burën roba tonë të thashit, me dhe roba të shkollës, vajtë në datë të shtatarët. Arizona, partizan, Gjerman, në vizë sashtë, kemi kënohë me përpështimin, dhe përpëndirit shumë, datë të mishë, motra, lezë dhe përshëndetë. Se të thonë dhe të nga të bukur simbolike, dhe një të me bukur simbolike të shumë. Një ma apëto, vite të nërë, një bukur. Si gjithë dhe tonë era shumëritur nga avër, një dhe dhe vjeç, janë naturalët, janë tu, doja të thosha që bëra një lidhje, janë si një u, që kanë lidhur presi të para, si shtatë nga Nina Liza, o Berberia, o nga Resnia, gjithë dhe kolegët të tjerë të ashtu. I kam arritur në fund dhe vazhdova të jetë në teatr, dhe vazhdoj të jetë, se është një ri. Edhe është punuar shumë. Teatri, mendoj unë, është një nga 3 institucionet që kanë të tjerë. Një qytet është nga universiteti, institucionet e kultit, dhe në një do dhe teatri. Shpunuar jashtë mase, edhe një nga vlerat që ka pasur teatri që si s'ka pasi më përpara, që ushtua, që eci më përpara, dhe teatri Vlorës të doj që shkonde edhe në atë kohë, edhe tani më mbrava neve vitë rezion, të doj që shkonin do më dënë në bëjnami, 30 që ka kolegë, jo vetëm nga ato, po themi spektatorë, që nuk një salat flotë dhe njerës të kemë. Për festën e 63 vjetorit të teatrit Petro Marko, kishte udhëtuar nga Greqia, drejt Vlorës, edhe aktoria e mirënjohur, Vefi Redhi, e cila përshëndeti me mjaft emocion. Ka përzela dete, nuk me ingjira, ka përzela male, mbushur gjerarit. Dhe e këtë barka, mora edhe gras.
lorë në time, asë që punë në spasë. Mënuar të ndodhen prapësh. Gëzoje dhe kënaqësi e veçantë të ndodhen në këtë festë të bukur dhe të gëzuar, në dekrijën e teatrit tim të shpirtit, në dekrijën e teatrit tim të zemrës. Në teatrin ku ova hapat e para si profesioniste dhe u kompletova si aktor profesioniste. Nuk ishte se si të mungonte në këtë përvjetor të teatrit Petromarko edhe përshëndetje artistëve të rinj që kanë dalë nga audicionet e këtij institucioni dhe që sot shfaqin kudo talentin e tyre, si Joel Muhametaj dhe Loris Sinanaj. Ashtu si kurse pame dhe një sertë për përgatitur nga Gens Demira i Velantinga, ka qenë për dekada vendi ku publiku dhe artisti ka shëndyer emocione të forta, sinqerta e të paharshme. Ju falenderoj nga zemra që edhe sonte jeni këtu, duke na ngrohur shpirtin me prani dhe me përkrahje. Faleminderit. Ej, mja je aulona, zemra ty të thërret në orët e bona. Ej, mja je aulona, le të mbërrit e ti të pak të njehona. Teatri Vlorës Petromarko mbushi 63 vjeç, duke festuar nëpërmjet një ceremonie arritjet, por edhe duke përkujtuar dhe vlerësuar ata që ndër vite kanë dhënë kontributin e tyre për këtë institucion.